si përgatiteni për një operacion? Përgatitja Për është sallën, instrumentet. rutina ditore. Ti jesh instrumentare është ti kesh dy rolet në të njëjtën kohë. Sepse nuk është veç ti jesh në operacion instrumentare, instrumentaret ndahen në instrumentare cirkulare dhe operatore. Ato një ditë janë operatore, një ditë janë cirkulare, kështu që se kanë për çdo herë të njëjtën. Edhe ditën që të shkon, edhe je për me hyrë në operacion ose operatore, e din se duhet me kontrollu sallën, ajo në gjithë shka në rregull, kemi aparaturat shumëta, pacienti konektohet përmes tavolinës që të shtrihet me rrymë, për shkak se ne punojmë me aparaturat të cilat janë të lidhura direkt me rrymën, pastaj kena mikroskopa të shumë, ka aparatura aq shumë dhe janë të ndryshme për secilin operacion. Edhe të gjitha këto duhet të përgatiten. Gjitha përgatiten. Dita si të fillon, ki me shku me bolamjen kirurgjike durve, e para është ndrohesh. Në fillim ditës, si të shkojsh, duhet me ndru garderobën, se sa garderoba e sallës është e veçantë, edhe prej kapeles edhe deri tek kpucat janë tjera, pastaj hyn në sallë, gjatë sallës e përgatit pjesën sterile, cila duhet hapen të gjitha, të kontrollohen pastaj vjen lamja kirurgjike e duarve. A ka ndonjë protokoll që është i përcaktuar, apo ju si instrumentare keni të drejtën merrni ato masa të cilat ju ishini të arsyeshme? Protokoll të sallës gjithsesi ka, edhe pjesa pak a shumë se është si funksionon. Pjesa e sallës kuptohet nëse ju ka rënë në sy ku të shkoni nëpër pjesë kirurgjike, shkruan bllok operator, kujdes. Po. Kujdes është se edhe gjatë hymjes, para se me hyjnë blok operator, ti ishe disa sheja. Për shembull, e sheh vine verdh, vine kuqe krejt, sikurse ma afore, ajo e verdha të tregon dhe ku është fundi. Thot kujdes, pika e kuqe thot këtu nuk mundesh me hy. Kuptohet hyrja është e veçantë për pjesën kirurgjike, për shkak se na shkojmë tu dezinfektue, tu sterilizue, tu bo gati për operacion. Protokolli punës është edhe përgatitja e pacientit para se me orë në sallë, sa ai nuk mund është me orë në sallë sikur kur ka qenë repart, për që ata edhe ndohet me vine demarkacionit, ajo vija e kuqe, e cila ndon repartin me sallën për shkak sterilizimit, për shkak kushteve sterile që duhet me kanë në sallë. Në sallë sterilizohet edhe ajri, se dja e dini, duhet ketë lampa kvarc për me sterilizu edhe ajrin, se lema nuk ekzistojnë, nuk duhet ketë dritare, nuk duhet me pas ajri komunikim me ambientin e jashtëm, për shkak se sterilizohet, mas ne gjitha pjesë duhet t'jenë të dezinfektuara, pra protokolli punës është gjithë botën njësoj, nuk guxon me dal me ato veshje që kime hi në sallë, edhe pse ti kime vesh prap mito edhe një veshje tjetër, po edhe pjesa e mbrëmshme nuk mundet mu ekspozu në për reparti, në për rrugë, është e veçantë, po e veçanta krejt kësaj, pasi që ti shkon lahësh, dezinfektohesh, thahësh, veshët me atë mantillin, i vendos dorzat, prakisht para se me i bu këto ti e ke vendos maskën, e ke vendos kapelen, je mbështjell. Esenca asaj është se ti nuk guxon me prek as vetën tone. Pavarësisht që janë të gjitha të dezinfektuara. Vetëm pjesë që mundesh me prek e ke një tretën e pjesës së përparme trupit pjesa, si për me deri te beli, edhe ti tashmë ki kujdes edhe je në varnë prej instrumentares cirkulare.